Dega në Prizren, antari kryesisë 10 vite, e një mendësine kryetarit Ramush Haradinaj, e një mendësine AKS, a mendoni që do të ketë një koalicion të mundshëm ndërmjet vetëvenduesit AKS, Kozëra? Ramushi është një burr i jashtëzakonshëm. Absolutisht, luftëtor i vërtet, edhe në luftë edhe në paqe. Luftëtor i jashtëzakonshëm, është besnik. Tashti, kjo puna votave dyqysh të na është halas dyqysh si industri, si s'pe kuptoj, dhe me thonë, del një njeri i jashtëzakonshëm s'merr vota, del ai tjetri merr vota. Dhe për këtë arsye, kjo duhet më ardhë, në Kosovë duhet më ardhë në shprehje meritokracia. Një ditë në një televizion këmë thonë kështu, nuk mund është ti me qenë edhe biznismen edhe deputet. Nuk mund është me qenë edhe minister edhe deputet, se nuk më shmi që 2 punë. Jënë punë të rona. Nëse menon ti me bash minister edhe në mënyrë ilegale me vepru diçka, atje je i përcjellur, nuk mundesh më ashtu. Nëse bash minister, bash për interesat publikut, popullit. Nëse mendon për veti mos u bën. Nuk bën se nuk ka lënë. Apo merr vesh se shteti funksionon. Më të rëzu shteti e thoi së në që është të në mu? Ja, me rëzu si dërës televizor, për shamëll, me pas bane, do me thonë, naj punë gjatë jetës sime, anegnë, më në visë një herë kisha dalë. Apo kuptan? Po se kështë dalë 2-3 herë, dhe të kishë mizonë. Edhe duhet më rujt njeri, si të mos idealistat njerës që kanë punu, dhe me pas kujdes. Por, unë e kam idenë për luftitarët e lirisë. Të gjemë, luftitarët e lirisë, pa morë parasysh ka mujnë me bo. Nuk mujnë me bo ma shumë ketë se sa kanë bo mirë për atë dheun. Apo kupton, ata mujnë me dëmtu vetën, jo shtetin, se aqë shumë kanë bo mirë për atë dheun, për lirin, sës edhe me dash nuk mujnë me bo keq ma shumë se sa kanë bo mirë. Bravo, Darë të viti. Kjo ke shumë e ronë, për ato që i kupton. Dhe me thonë ma e shtrejtë se jeta nuk o. Absolutisht. Edhe kom respekt shumë për këta njerëz të cilët kanë sertifiku. A mund me pos në koalicion të mundur, prof? Po unë kam propozu për mes Facebooku, tashmë si po flasur. Po Facebooku si ma aktivi burri, ma shumë të 2% posimet. Ndëgjëm, e kom propozu Ramushi mi adho votat, edhe që mos të hinë qeveri. Mi adho e 4-5 votat, sa për vynë nuk, e di glaukët edhe 5-6, për shamëll. Mi adhon edhe me kalu kë farë bugjeti. Nësë në jabin edhe këta qikut që ka përnu. Këta, dhe me thonë, mi adhon ja 5-6 vota, mi adhon, edhe këta dikush për dykës, ta shok të dikush. Po dhe, edhe mi adhon ja 5-6 vota. Sherifi Koshok glatë, për shamë të Gjavit Halitin e Koshok. Po, mi adhon ja 5-6 vota, me kalu, dhe me thonë, bugjetit, edhe do mjetën është ta kënë dëgju, dhe me thonë, dhe Bashkisë Evropiane njëna ofër 900 milion, 1 miliardin. Mi hupna. Po, ata i kishë marrë, edhe ato i kishë marrë. Edhe bane edhe mas 2-3 jave... Në zane më rëpur? Ishtë i monë me që të pare të rëpur? A e rëzët vetë javë? 2-3 jave bane, uli më sane edhe për caktoni datën e zjedhe dhe u kry kje punë. Po dhe? Edhe ka mirë me po profesor në 100 miliard? Sërëzisht. është emediati është. Për bestu. Me up 1 miliard po nuk ka nevojë, ti nuk ke nevojë edhe me hinë qeveri, dhe me thonë, pse me hinë qeveri? Mas hinë qeveri, jepja edhe 5-6 vota, jepja, i krym qëto punë të mëdhoja bugjeti, dhe me thonë, se përvarën shumë, 80.000 shërbes civil. Ta në bëne ato procesin e mos besimit, a mos votim shumë, është ajo në parlament të rëzua? Regullë, s'kem problem, kema fati kushtetu se presidenti është aktive, ishtë nuk ka të lashë. Po dalmi te ishte burgosërit politik që njeri prej tyre jeti, edhe ke mojtë kështë shumë burg. Sërbis edhe dishka në hejkat. Ta morë këmojt. Po, ta morë. Po, edhe ke thonë që, dhe me thonë, kanë rohë edhe maltretu dhe shqiptarët aty. Po. Që ka me ndoni procesë në këmë posë musafirë në këtë studio, edhe fatkesisht ishte burguse politikë që thonë që kanë mujtë edhe, ose kanë arrit me dekonspiru njëri tjetrin. Unë zbesoj për veti, po ajë qështu ka thonë. Dhe me thonë, ne kemi posë Hasan Zenelin, i cili ka pretendu që Najta Soni, i cili unë për cilin kam respekt shumë jashtëzakonisht,